Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e cila është dhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun e Fierit dhe e para në listën e Partisë Socialiste për këtë qark, prezantoi në Lushnjë kandidatët për deputet që premtuan fitoren për herë të katërt të Partisë Socialiste. Pas shpalljes të listave të mbyllura e të hapura për kandidatët për deputet në zgjedhjet e 11 majit para 5 ditësh, filloi zyrtarisht fushata zgjedhore. Lista e Partisë Socialiste për qarkun e Fierit do të kryesohet nga zëvendës kryeministrja dhe ministrja e energjetikës dhe infrastrukturës Belinda Balluku, e cila është edhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste për këtë qark. Dje në Lushnjë, në palestrën e shkollës Fotopuka, zonja Balluku prezantoi kandidatët për deputet në Bashkinë Lushnjë. Në fjalën e tyre, kandidatët premtuan fitoren për herë të katërt për Partinë Socialiste. Me kontribute në pushtetin vendor të këtij qyteti, të kësaj bashkie, fjalë pak, ka përgjithmonë përshtypje, madje i kam tërhequr të vëmendje nganjëherë kur dilnim të dy në për takime, sepse është i përulur, është modest dhe mundohet të mos i fusi brynda të tjerëve për të dalë i parë para drejtuesës apo për të dalë në bukur foto. Ky fakt beson në një person me eksperiencë të thellë në politikë, tregon karakter. Tregon që ai do të jetë aty për ju dhe jo për të dukur. Tregon që ai do të punojë aty për ju, për Lushnjën, për bashkinë dhe jo për veten e tij. Mbështetjen e Tokë Kollëreshës është një nga të tuaj. Jam shumë i emocionuar që sot jam këtu përpara familjes më të madhe, familjes socialiste. Bravo! Është shumë herë për mua që sot përfaqësoj dhe të jem në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste, në listë me bashkëpunëtorët që Aki përmendi, që janë shokët e mi, janë kolegët e mi. Unë jam Meton Koreshi, lindur në Lushnjë dhe rritur në Partinë Socialiste. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, pas paraqitjes sot në SPAK, dha një deklaratë për mediat ku akuzoi Ramën si redaktorin. Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, u paraqit sot në SPAK për të zbatuar masën e sigurisë detyrim paraqitje. Pas daljes nga ambientet e SPAK-ut në një deklaratë për mediat, Berisha akuzoi Ramën si redaktorin që sipas tij ka manipuluar dhe drejtuar zhvillimet e fundit politike dhe qëndrimet ndaj drejtësisë të Partisë Socialiste. D787 BO thot se do ta kthejnë dosjen nga SPAK në OFL dhe shpresojnë te kushtet. E kuptoni si shpëtohen pra? Si shpëtohen kriminalat duke bërë dosjet top futbolli nga SPAK-u te OFL-ja, nga OFL-ja te SPAK-u dhe duke nxjerrë jashtë afateve ligjore të gjykimit. Kjo pra është dëmtaria. Tani në fund, çfarë thuhet në fund? Tao është plotësisht i vetëdijshëm për këtë. Tao është plotësisht i vetëdijshëm, do më thënë, do ta bëj se s'ka ku të shkoj. Kjo ishte për sot, për Taon dhe për redaktorin. Pa mu të pyesë ju, si ja keni fsheh ju popullit redaktorin? Ju i keni thënë të gjitha, po kur fshehni redaktorin, që dihet që është Edi Rama dhe askush tjetër, megjithatë, Uluziu edhe ai ka luajtur rolin e tij. Njeri më të pabes, më të zirë shpirt, më të pa karakter se atë nuk ka. I ka shkuar natën si mik, duke u lëpir e stërlpir Erion Velis dhe ka urdhruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Uluziu pra është pjesë e këtij kurthi, se në fakt ta dini mirë, kur, po dhe këtë se thanë gazetarët, më je keq, kur ul Erioni në bankon e gjykatës dhe
prokurori tha se kemi një dosje shtesë, ati po thuaj se e rat fikt. As gëk, as mëk nuk bëri. Bullizimet në rrjetet sociale janë kthyer në fenomen shqetësues për të gjitha grupmoshat në qarkun e Fierit. Gjatë 2 javëve të fundit ka patur denoncime pothuajse të përditshme në drejtorinë vendore të policisë. Fyerjet, shantazhet, denigrimet e bullizimet në rrjetet sociale janë kthyer në një fenomen tepër shqetësues, i cili ka prekur të gjitha grupmoshat në qarkun e Fierit. Vetëm gjatë 2 javëve të fundit në qarkun e Fierit ka patur denoncime pothuajse të përditshme në drejtorinë vendore të policisë, jo vetëm nga radhët e minorenve, por edhe nga grupmoshat 40-50 vjeç. Përgjithsisht, bullizmi i cili paraqitet në mjedisin e brendshëm të shkollës, po ai mund të paraqitet edhe në pjesën e, le të themi, internetit. Shkaqe të shumta, por i pari mund të përmendet anonimati. Fakti që mund të hapen shumë adresa të ndryshme, të cilat mund të përdoren pikërisht për pjesën e bullizmit kibernetik. Një tjetër arsye është mungesa e empatisë, duke qenë se nuk e kanë përballë drejt për drejt viktimën e tyre, e kanë shumë herë më të thjeshtë të shantazhojnë, të krijojnë një lloj emocionaliteti shumë të rënduar tek viktima. Tjetër arsye është xhelozia, inati i mbartur dhe nevoja shumë e madhe për hakmarrje ndaj elementeve specifik për arsye të ndryshme. Shqetësuese mbetet situata veçanërisht në grupmoshën 14-16 vjeç, por edhe për grupmoshën 40-50 vjeç, të cilët i shohin rrjetet sociale si mjet për të bërë njohje të reja. Kryesisht janë të prekur grupmosha nga mosha 12 deri nga mosha 18-19, por me një fluks shumë të madh rastesh në grupmoshën 14-16 vjeç, që shohim se realisht janë më të prirur kundrejt pjesës së abuzimit me të tjerët përmes rrjeteve sociale. Ka munguar te grupmosha 40 deri në 50 vjeç me raste konkrete së fundit. Patjetër që po, është një grupmoshë dhe ajo preket, dhe jo vetëm ajo. Në përgjithësi, cyberbullizmi është i kanalizuar në të gjitha moshat, duke qenë se është shumë e thjeshtë të aksesohet në të gjitha moshat. Përgjithsisht, mosha më të mëdha, pra se grupmoshë i referohet një adoleshencë dytë, nëse do mund ta quajmë në këtë lloj forme, dhe një lloj interesi shumë i madh për rrjetet sociale, duke qenë se kanë atë pjesën që nuk duken, nuk njihen ose pretendojnë se zgjenden dhe nuk kuptojnë se kush janë. Ndërkohë për psikologe Sauli, pasojat e traumave të viktimave të bullizuar nëpërmjet shantazheve online janë afatgjate dhe me pasoja të rënda. Një tjetër problematik mbetet edhe bashkëveprimi në grup, veçanërisht i minorenve. Faqe Instagrami denigruese, fyese dhe banale janë denoncuar publikisht. Kryetari i dhomës së avokatisë Fier, Ermal Hamataj, tha se fatkeqësisht denoncimet në polici nuk e ndërpresin paligjshmërinë, sepse klasifikohen si vepra të lehta, por duhet patur kujdes pasi mund ta shtyjnë të dëmtuarin drejt akteve ekstreme për jetën. Për faktin e keq, denoncimet në polici nuk e ndërpresin paligjshmërinë, ose mund të ndërpresin paligjshmërinë e momentit, por nuk e ndërpresin në vazhdimsi, sepse janë vepra të tilla, thash, që nuk e detyrojnë arrestin, janë vepra që ndiqen në gjendje të lirë, dhe në këtë kuptim nuk ekziston frika që mund të shkosh në burg. Dhe kushdoja lejon vetes që të bëjë edhe publikime të rreme, qofshin këto foto, biseda apo dhe video. E teksa situata është alarmante, kërkohet më shumë vigjilencë nga të gjitha institucionet, përfshirë shkollën dhe shoqërinë. Dje u zgjodh kryepeshkopi i kishës ortodokse Atjoan Pelushi, por kush është jeta e shqiptarit që u zgjodh kryepeshkop i kishës autoqefale shqiptare? Atjoan Pelushi ka lindur në janar 1956 në Tiranë në një familje bektashiane. Ai u konvertua në të krishterë në vitin 1975, gjatë vitit të maturës, pasi një shok i krishterë ortodoks i fshet sipas tij i huazoi një kopje të dhjatës së re në frëngjisht. Ai ka studiuar për disa vite në shkollën teologjike ortodokse të Kryqit të Shenjtë pranë Bostonit në Shtetet e Bashkuara. Atjoani është diplomuar nga Fakulteti Ortodoks i Teologjisë Kryq i Nderuar në Amerikë me gradën Master of Divinity. Ka studiuar në Shtetet e Bashkuara fal një burse studimi të themeluar atje nga shqiptarët në Amerikë në kujtim të Peshkop Fanolit. Ai ka shërbyer më parë si pedagog dhe dekan i Akademisë Teologjike të Kishës Ortodokse Shqiptare. Me të diplomuar në Kryqin e Shenjtë me master në studime teologjike, u rikthye në Shqipëri, ndërsa kryepeshkopi Anastas e caktoi që të jap mësim në seminar, si dhe të shërbejë në vende të tjera brenda kishës. Ai e hirotonisi në Dhjak në 27 shkurt 1994 e më pas si prift në 4 dhjetor të njëjtit vit.
Në 1995, ai merr një të drejtë studimi dhe rikthehet në Shtetet e Bashkuara për të vazhduar studime të mëtejshme. Kur u rikthye në 1996, caktohet si drejtori i seminarit teologjik në Durrës, si dhe ngrihet në rangun e arkimandritit në 19 nëntor. Në 18 korrik 1998 u zgjodh si mitropoliti i Korçës dhe u fronozua 2 ditë më pas. Ai ka përkthyer një numër librash në shqip mbi shpirtin e shenjtë botuar më 1996, Besimi ortodoks, vëllimi i parë, Doktrina botuar më 1997, Betimi ortodoks, vëllimi i dytë, Adhurimi botuar më 1997, Besimi ortodoks, vëllimi i tretë, Shkrimi i shenjtë dhe historia e kishës botuar më 2000, Besimi ortodoks, vëllimi i katërt, Spiritualiteti botuar më 2002, Shën Siluani botuar më 2003, Dogmatika, tekst mësimor në Akademinë Teologjike, Shenjtarët Iliro Shqiptar, Predikime, gjithashtu ish mitropoliti i Korçës Johani ka botuar artikuj të shumtë në gazetën Gjallja, ka referuar kumtesa në përsupozgjume shkencore brenda dhe jashtë vendit, duke përfaqësuar me dinjitet Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Të paktën 59 persona vdiqën në orët e para të mëngjesit të dieshëm në Koçan, si pasojë e shpërthimit të zjarrit gjatë një koncerti në një klub nate. Sot flamujt janë ulur në gjysmështizë në Maqedoninë e Veriut. Flamujt janë ulur në gjysmështizë në Maqedoninë e Veriut. Të paktën 59 persona kanë vdekur në orët e para të mëngjesit të dieshëm në Koçan, si pasojë e shpërthimit të zjarrit gjatë një koncerti në një klub nate. Në lidhje me ngjarjen, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka shpallur 7 ditë zije. Kryeministri Maqedonas, Hristian Mickoski, ka paralajmëruar përgjegjësi penale për të gjithë të përfshirët. Ministri i Brendshëm Maqedonas, Toshkovski, ka thënë se sipas informacioneve të marra, zjarri ka shpërthyer si pasojë e mjeteve piroteknike që janë përdorur për efekt ndriçimi në koncertin e bendit ADN. Ministria e Brendshme në koordinim me zyrën e prokurorit publik ka thënë se janë 20 të dyshuar, 15 prej të cilëve janë ndaluar nga policia. Në mesin e të vdekurve është dhe një zyrtar policor. Kryetari i komunës së Koçanit, Ljupço Papazov, ka dhënë dorëheqjen e parevokueshme pas aksidentit tragjik që mori jetën e 59 personave. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.